Që është Moto Guzzi Stelvio viti 2024 që e ku morë. Ta shiko dikën 7000 km dhe përbojna një review. Që është ngjyra e tina, është adventure bike dhe ku mja nis është isheni i ka gomat 19 që përpara 17 që mrapa. Aniki Michelin Aniki që jenë 80% asfalt, 20% light off-road. Qa ka tjetër, dritën e ka LED që të fund që bonjës gjamin që lëviz. Tregusit e dritimit i ka LED, guards, dorës, qavin, që kjo është dizajni. V-twin është 1040 kubik, 1046 kubik, 115 horsepower. Që ka tjetër që muna me ju tregu për këtë model është në qëfë se ullum, atër muna me ju tregu pak ma shumë, që e ke veç si shpejt. E ka qëtë TFT displayin, ku tash me ju tregu këtë që mund është me bo këtë motor. Dëmanë që tash e kam sport mode, edhe e ki disa mod që mund është me ndryshu. Për shembull që tash nëse e prek që të pullën që të e ki road, mund është me zgjedh tour, rain, off-road, edhe që ke më këthi prapë në sport. Qa ka tjetër që të është me ki tregusin këtë të tregën të me thonë sa të fuel në rezervjem që 7.2 kilometra, sa me që ta mund është me lëviz edhe këtë gjamin për para që është që është, në altë se poshtë. Këto vinë si default në qëfar dhe Guzzi Stelvio që e blenë, gjami është lëvizës, e ki edhe tempomatin edhe qëto modës që janë. Qa më pëlqen të kjo motor është rahatia, ullësin e ka shumë të mirë, amortizimin edhe këtë vëllanin ose timonin e ka shumë, dhe ka gjanalt edhe diqysh të pushojnë dusht. Pamin e ki shumë të mirë, pej pasqyre, edhe qa me të regut një karakteristik që më imi thonë për këtë motor, që më pëlqen mas shumë të, është pjesa me kardan, edhe e ki që të rrotën me një të kapën një në nanë, edhe Brembo brakes double disc që e ki për parë. Së për folje ma shumë, që mos me të fërru, kështu që direkt për dhezëm edhe shkojmë për ndryshe. Kjo është Moto Guzzi Stelvio. Vjen me 3 ngjyra, me këtë ngjyrë është një e hend me të zezë edhe ngjyra për që e kam bo tamën për shkak emrit që ka marrë për Stelvio Pasit, e ki edhe Stelvio Pas modelin të Moto Guzzit Stelvio 200 diçka që ashtu e ka emrin, edhe shkojnë në mënyrë ecën.